ngritur tension në mes të qytetarëve të kësaj komune, pasi në të është reklamuar hapur një armë zjarri me çmim prej 499 eurosh. Pra shkruhet pistolet, super ofert, mars-prill 2025, madje edhe për fishek janë dhënë detaje, por në anën tjetër gjatë vikendit ka pasur një lajm që natyrisht duket më shumë qesharak se sa të ishte i vërtet, natyrisht është befasues që është i vërtet, sepse ka qenë një hajn që ka arritur të vjedhë revullin zyrtarët policit brenda stacionit në Mitrovic. Për armët, sigurinë e tyre, qasjen e njerëzve drejt armëve ilegale, kemi krijuar një panel ftuarësh, ta më lejoni t'i prezantoj. Ridvan Tahiri është me ne, përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që je sot këtu, në anën tjetër Vullnet Krasniqi, gazetar, koleg gazetar, faleminderit shumë Vullnet që je me ne sot. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit shumë, ndërkohë Fato Mehmeti këtu në studio, faleminderit shumë që je këtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do ta filloja këtë bisedë me juve, Riki, apo zotëri Ridvan Tahiri, sepse është jashtëzakonisht interesant fakti, kemi biseduar bashkë edhe në këtë studio, se Kosova i ka dikun afërsisht deri në 300.000 armë të cilat janë pa leje. Tani, si e mendon ti, sepse ju jeni instruktori cili licenconi njerëz për me i përdor armët. Është mirë të kemi edhe kësi oferta ndërkohë, apo si ta trajtojmë këtë çështjen e armëve komplet? Ne paraprakisht e bënëm bisedë më herët me Djelzën për shkak të një reklame që është pa në billboard. Një nuk do të marru që poligonet e Kosovës, bëhen shitjet e armëve zyrtarisht. Dhe më thonë janë poligonet licencuar të cilët paguajnë tatim, dhe jashtëzakonisht tatim të madh, nuk është diçka negative me bë reklam biznesin e vet njëri që e shet. Në dy, poligonet e armëve të zjarrit, qofshin poligonet për trajnime apo të shitje të armëve, mos harroni që janë edhe si institucion për aftësimin e personat të cilët dojnë më... Po, Ridvan, gjithçka të ishte në rregull, sikurse natyrisht po, poligonet shesin, por i shesin njerëzit që natyrisht kanë një leje arme, besoj. Nuk kuptova? Poligonet kanë të drejtë të shesin armë, është e vërtet, por sigurisht ata që e blejnë një armë duhet të kenë një leje. Edhe të kanë të drejtë të bëjnë reklamë, sepse është produkt në shitje. Po. Nuk është diçka, e kanë bë kompone për rrjetet sociale, e kanë bë jashtëzakonisht madhe. Pse filan poligoni ka bo billboard e reklam të armëve? Po, por zot... Nuk shetë, është shpageta ju. Dhe zotëri Ridvan, cili është pjesa ty që të pengon, kështu në Kosovë në përgjithësi, të pengon që shitën armët dhe dalin kështu si kur kjo billboard, do me thonë ofertat të ndryshme, apo të pengon faktis që shpesh armët hynë në dorën e personave që nuk janë të licencuar për mi përdor ato? Ose se nuk me pengojnë në reklamimi armëve se cilët poligon që i qetë në për billboard. Për kundazi, kjo është shumë me pozitiv shumë mirë, në falë se mu me flasë për shkak kooperacionit të dhëndë. Nuk ka problem. Më pengon fakti se shumë armë ilegale janë në përdurë të qytetarëve, të cilët nuk kanë aftësi dhe nuk kanë kurfar pregaditje shkollore për përdorimin e tyre në komunët marrë dhe dete vetë plagosja apo ndonjë aksident majron mesin e shoqërisë apo familjes të në vdek. Nuk jo me pengon. Mirë. Nuk me pengojnë mu poligonet të cilat... Mirë, Ridvan, më lejo të lutem të kaloj tek Vullneti, si e ka parë në fakt të reklam. Problemi nuk është tek në reklamin e poligonit për armë. Problemi është normalizimi i, që shme thonë, i pasis në arme. Do me thonë, po hen ka aspekti komercializimit. Me pas një armë sot, po bëhet me një ofertë prej 500 eurove. Do me thonë, është ideja që sot nëse jetë të esë asoj rrugë, dhe janë të esë fëmijët, ose janë të esë adoleshentat, do me thonë, po ty përshfaqesh në një billboard një armë, që është në një pasiguri publike, sepse në një partë sa statistika këtu. Në vitin 2024, kemi pas një bum të rritjes aplikimeve për pajisje me armë. Por një të në kohë, në këtë fillim vitet e 2025, na kemi pasur një seri vrasjeve që kanë ndodhur, dhe më thënë, në Kosovë. Edhe ato kanë ndodhur nga njerëz që janë 17 vjeçar, 19 vjeçar, 20 vjeçar. I bie që në Kosovë dal nga dal, po hynë në tregun e komercializimit, që me thonë armatimi, që deri me tash nuk ka qenë. Sakt, të duhe, ne ma shumë kemi nevoj për billboard që mos përdoret arma, se sa që të promovohet ajo. Qërë, a diku është ideja? Gjatë saj verës, na nisëm e një fushat, ku themi mos përdoni armë gjatë festave. Festo me zemër, a?
policia e Kosovës e ka një kampanjë të tillë. Nuk është problemi se normalisht ai një poligon çat biznes e ka. Po ideja është ai personi i cili shkon me marr leje. Para prakisht ai person është të informuar ku do të me blej lejen. Pse ekziston nevoja e reklamimit të armëve? Ideja është ti pjashtin kry njerëzve që është normale me pas një armë. Po, vullnet, më falë, vullnet, veç pak sepse sa po e hodhe një akuzë me ble lejen. Jo, e ka bërë gabim e tha, se me ble armën. Njerëz që kanë hyrë në procesin për mu pajisë për një armë me leje, që ata pak a shumë e kanë edhe ku adresin ku shkojnë. Po. Ideja që ti po reklamojnë makarona këtu. Po. Kemi zbritjet e makaronave prej 85 cent dhe në 75 cent. As nuk je duke reklamu një pushim, as nuk je duke reklamu një shkollim, je duke reklamu një armë. Gjë që publikisht, në për qytete, në për hapësira publike, ti e normalizon pasjen e një arme. Vullnet, ju të pretëm të pak. Përshëndetje? Nuk jetu dita... Apo flas me kompaninë e Poligonit që keni bërë një reklam para disa ditësh që në fakt ka qarkulluar shumë në rrjetet sociale? Jam Jona Gashi nga Klan Kosova. Po unë jam këtu në marketing, nuk jam në ato, në raporte, në kësi sade. E ju si personi marketingut shisni armë apo si? Jo, jam në raporte dhe provime. Për ato du të afirë një numër tjetër, është tjetëri. Po numri juaj figuron në këtë billboard, inderuar? Po, është numri. Dhe kur të thret dikush dhe thotë se duat blej një armë, i thoni njësoj që duhet thrasin një numër tjetër, apo ju i ndërmjetësoni ato? Po s'kam pyetje, ka përfunduar kjo, ajo ka qenë për muajin mars prill. Por ka përfunduar kampanja, apo ju kanë detyruar që mbasi ta hiqni? Jo, oferta ka përfunduar, oferta ka zgjatur që mars prill. Dhe a kishit shitje nga kjo, se në fakt këtu po kritikohet shumë fakti që ju po promovoni armët në një vend që në fakt problemi është që atu janë shumë. Dëgjom. Na nuk shesim armë lufte, po shesim armë për sport dhe rekreacion. Dhe më thonë për ata që kanë dëshirë të gjujnë në shej. Të gjithë që na që janë të regjistruar, janë shejtarisë. Por, a i kërkoni një lejë të caktuar, zotëri? Një reklam futbolit, po shes futbola, se kanë me lujtë sportistat në stadion. Edhe unë shes aty. Por nuk është e njëjta gjë, zotëri. Me atë armë, a mund është edhe me vrarë. A mund ta lëndosh një person fizikisht me atë armë? A mund është me vrarë dikon me atë armë? Jo me kanë dohë stadion futbolit që ndek njerëzit. Po, zotëri, por a kërkoni lejë për të gjitha ata që dëshirojnë me blej armë? Po mendoni ju, me lëndu armën, kur ajo në rregullat të cilat përdoren në shejtari. Po, zotëri, e kuptaj. Sikur edhe jo që e kuptoni që njerëz vdesin aksidentalisht në gjëti. E shejtarisë janë poligoni hapur, poligoni mbyllur, shumë tash për kontrolë. Zotëri, ne e kuptojmë plotësisht këtë pjesë. Vetëm dashëm të pyesim. Për të gjitha armët që ju i shesni, kërkohet leje për blerësit potencial tyre dhe kërkohet ndonjë letër nëse janë nënhetime apo nuk janë nënhetime të njëjtit? Të gjitha ato janë domosdoshme, domethënë që s'është ndërtime të kaluarën kriminale. Okej, e bëjmë kështu. Hipotetikisht dua ta blej dhe bëjmë një bisë. Po, vullnet? A jeni të folë me njerin që përshet arma, apo me njerin që e ka reklamu, që e ka lëshu hapësire për reklamim? Sepse unë mendoj që edhe këto është një problem shumë i madhë. Këto hapësirat reklamu, se këto njerëz që i menaxhojnë... Vullnet, do dojmë aty, Në fakti po flasim me numrin që shihet në billboard. Ai numër që shihet në billboard. Dhe e bëjmë bisedën kështu, zotëri. Hipotetikisht unë dua ta blej një armë. Çfarë dokumente si mund ta blej një armë nga ju? Mas pari, duhet të plotësoj kushtet dhe certifikosh për armën, duhet është testi, i cili mbahet në herën muj, është organizuar nga kompania, ndër mbikëqyrjen e inspektorëve të Ministrisë Punëve të Brendshme nga Prishtina Seli. Pastaj, dhe çfarë dokumenta, ju ndalemi në këtë pikë, çfarë dokumenta më duhen me pru për me marr pjesë në certifikim? A ju duhet e kalumja ime? Po, kaluara kriminale në policinë, në gjykatë, që si ndërhetime në entrin social, që si jetu marrë social për shtetit, dhe në spital është komisioni mjekësor për 6 doktorëve, po ata evoluosin letrën 6 doktorët, e duhet me pas analizat e gjakut që mos jenë ndër ndikim narkotikë. Por, zotëri, në fakt, me të drejtë kolegu gazetar Vullnet Krasniqi thotë se ai personi cili i ka gjitha këto dokumente, ai e di vendi ku blehet arma, pse keni nevojë ta reklamoni atë? Falni, pse po. Ka shumë konkurrenca, Pse jemi live, zotëri, jemi në një diskutim në Kosova Today në Klan Kosova, për atë arsye. Po nuk më thash që jemi live. Po jemi dy prezantues ne.
Edhe a është konkurenca shumë e madhe, a është konkurenca shumë e madhe që... Vullnet Krasniqi pyet, a është shumë konkurenca e madhe? Shesin të rokopa, dhe të ke pruse, ta i në kryt me ta që akum i bone. Okej, mirë ky është sqarimi i zotrisë. Faleminderit shumë i nderuar që megjithatë keni dhënë përgjigje në shumë pyetje që kemi bërë këtu. Natyrisht ne do të vazhdojmë dhe flasim për të stimuluar njerëzit mos përdorin armat. Faleminderit. Vullnet, mbase pyetja që e kishkon për Rikin, sepse ai është më informuar këtu. Lirësh pyete. Okej. S'po mbleni mi përgjigj Vullnetit, i boni disa pyetje, po i kisha thonë në të nalet t'ja përgjigjen herë tani. Kërkojmë djesë, Rik. Tash e ki kohën komplet. Vullnet. Po. Deni fort mirë, jo vetëm Vullneti, po të gjithë gazetarët që kam qenë ndër instruktorët, mos bashkëpunuesi me gjitha televizionet e Kosovës. E vërtet është. Edhe do t'jem. Gjema një person që është i pajisur me leje dhe i ka kalu të gjitha procedurat e testit dhe ka marrë lejen e armës dhe ka bon një gabim më të voglin. Mos tham një rast me fatalitet. Po, shumë. Mundet me konë një A pas edhe vetë vrasje në kësi rasti. Ja, vetëm pak, tha, kena pas shumë vrasje në 2020-2025. Vrasjet nuk mundin ndalë kërkush edhe armet ilegale, përveç policisë, na nuk jem ata që mundin me ndalu. Për kundërshtim mundin me qenë bashkëpunëtor i ngushtë i policisë për me ndalu armet ilegale. Po njerëz të cilët i shtrojnë testit në poligonet, edhe pajisen me leje të armës, dhe garantoj që ata njerëz kur nuk bojnë gabime, më të voglin mos tham gabime me fatalitet. Po, ama që ta njerëz janë një grup shumë, një rreth shumë i vogël i njerëzve. Aty në mundesh me dërgu ofertën edhe për mes emailës. Publikimi, si forme, kaq i madh, në hapësirë publike e një arme, e një oferte për me ble një armë, mundet me ndihmu tek psikologjia kolektive. Po nalo për raport të gjë njerë dhe në fond se dëgjova nuk të përziva. Okej, hajde. Nuk është arma në reklam që mundesh me ble kush do që ka lënë ato parë, saj nuk është as domata as patate që mundesh me shku me bletin poligon. Që ashtu po reklamohet, vëllai. Po reklamohet o bursë është produkt i biznesit ku njeri pagun të atim, pagun gjitha shërbimet, taksat komunale dhe shtetet për me shqit që ato. Nuk është diçka ilegale. Se që tash që kjo ofertë? Qa ka ndodhë? A ka ndodhë një bëm i kërkesave për armë? Dhe pse të quhet super ofertë? Ka ndodhë një bëm i konkurencës? Ta zëm, Riki, duhani është ndaluar që të reklamohet. Së është i dëmshëm. Dhe në këto statistika që i kemi ne, me gjitha këto vrasjeve, përdorimit të armës, madje në një stacion të policisë i akuzuari, hajni, ja vjedh armën zyrtarit policor. Ka shumë kemi eskalu. Lutna. Po tash edhe dohani është i ndalun më reklamu, po pina o thmija. Ama dohani Ka tjetër është më kujtë shka tjetër kërë... Jo, Riki, që ta qesim pak në rrugë krejt panelin. Jashtë, a lejon, sepse je certifikum internacionalisht për këtë punë, a lejon reklamat të tilla me u bo në Amerikë, në Gjermani, dhe cilat janë kushtet mes Evropës dhe Amerikës për me bo reklamat tilla? Ka mundësi me bo? Në shkak të respektit që kam për juve si staf dhe si televizion, do t'i dërgojnë në Viber të gjitha reklamat botërore, më thënë vetëm të Evropës, të cilat bëhen në për rrjetet sociale dhe në për billboarde. Okej. Pra është praktik botërore, kjo. Në krejt botën edhe krejt Evropën bëhen reklam. Okej. Kronjem. Unë me thonë vërtetën, kur farë marrëveshje nuk kam me poligonin mbaj, as që i njof ata. E kuptoj, e di. Unë razi bizneset kam qef me mbroj, se kam njëjtin profesion. Po. Unë posë shumë komente negative e fyrë se kanë marrë ndaj asaj reklame. Po bindi që nuk ka diçka negativa ja kur me shikoni pa. Ja, pikërisht, Rike, ne ju thirrëm veç me e qartësu qysh e rregullon ligji dhe cila është pjesa pozitive e licencimit për armë. Nuk është se kemi ndonjë paragjykim për juve. E as për kompani në fjalë, natyrisht, ë? Ka pas shumë komente negative në rrjetet sociale, jena bosin Meksik, jena bo kështu, po pikërisht ata që komentojmë një negative, ata e kanë orë ilegale mbrez. E qartë, vullnet, doja delja pak në studio, ku e kemi Arjentinën edhe Fatonin me diskutu këtë punë. Arjentin... Ka jetu në Londër një kohë gjatë, ta pysim për shembull, ke parë në Londër billboardet të tilla për... Jo, edhe unë edhe para kërë më informut për informata, thash që kam e këshyrë se nuk jam ekspert i armëve. Londra nuk ka, o shumë e vërtet që Londra nuk ka. Edhe,
për shembull, Amerika dhe Evropa janë dy different story. Në Amerikë është diçka tjetër, ka të bëjë me kulturë, atje na po folim për Evropë. Për Evropë se nuk po ndëgjoj çka po thonë këta barafolë, të cilët i kam shumë respekt. Në Gjermani mund të reklamohen armët, por vetëm në publikime speciale, domethënë në revista të gjatë. Edhe këtu thot public advertising, example billboards is not allowed. Okej, domethënë çaj billboard nuk është i lejuar. Në Francë highly restrictive, reklamohen, por në mënyrë tepër profesionale dhe në kontekst profesional. Itali, very strict, do më thonë shumë strict, edhe Suedi edhe në vende tjera. Por, du të ajme vishë një qartë, më jep 2 minuta, krime këtu nuk bëhen me armë me leje. Krime këtu bëhen me të armëve ilegale, që më duket vishë parafolësit e thamë. Problemi është këtu, pse është lejuar të reklamohet në një billboard, sepse tha je una shumë mirë. Nuk reklamohet doani, nuk reklamohet rakia, do me thonë në media, nuk mujna me reklamu në viski. është ndalume. Derivon në, për shumë, Formula 1, u konë Marlboro, nuk reklamohet. Marlboro reklamohet në njëra ndryshme, do me thonë tash shumë edhe në supermarketa nuk u zë me tregu. Pra ndaj, problemi me këtë tem është reklamimi. Jo leje, arme leje. Unë jam për me i restriktu edhe me i po dhe matash pra lejet me dhënja e lejeve. Për shumë du të me koni farë grupë mushëm, për shumë më spjajab, një 20 vjeqari, një 20 vjeqari se shkam me marrë leje, a nuk ka pos ku me bo vepra kriminale. Edhe normal që e ka 0-0. Por, unë e kësha këshilu, mas jena vishte armë, me shku në poligon, në një konë të riki, 2-3 eri, kemi qenë së bashku, edhe... Rekomanduar? Po, hajle rekomandit është riki. Aty është në nshenjen, në përkujdesin e njeriut, i cili të menagjan, të asistan, e të, kush ka qef. Ama, do me thonë, t'jemi të sigur, t'jemi të qartë, në Unionin Evropian, reklamohen armët, por në magazinat të gjuetis, në faqet të gjuetis, në faqet të sportit, jo në billboarda, bleni qokolatë dhe bleni revolet. Qysh është faktin, sepse vullneti fatën disa herë ceki, problemin publik, ose efektin publik që mund të ketë një billboard, sikur me thonë, shesim televizora, shesim gloka, sot, qysh është shikon të prej kondit? Unë pajtohem plotësisht me vullnetin, sepse këto gjëra nuk mund të bën reklama, sepse i nxit trit, sa më shumë bën reklama, si me thonë, e bën një lloj oferte dhe e nxit pak a shumë për ta provuar. Dhe kjo armë që është provuar aty, nëse shohim në faqen zyrtare të saj, dikun shitet për dikun 370 euro. Dhe është një armë vrase, nuk është një armë si që mund ta mendoj dikush, një armë për të bërë gjueti. Ajo nuk është armë gjuetis, është armë për të vrarë. Dhe një gjë tjetër duhet cekur, sepse armë Kosovë, kronisë të mos vinë nga Turqia, vinë me të madhen Macedoni dhe në Shqipëri, edhe vinë armë të ajrore. Pastaj në Kosovë modifikon si armë vrasëse. Armët ajrore nga Turqia, vinë në Shqipëri dhe kryesisht Maqedonin. Pastaj eksportohen në Kosovë dhe në Kosovë do të besoj që Riki ka përgjigje sepse Riki ka informacion më shumë se na në lidhje me. Modifikohen këto armë dhe pastaj shiten si armë me një çmim sigurisht më të lartë se janë armë. Në atë rast nuk janë basi nuk janë armë që dëgjom sepse po reagon Riki. Po dëgjojmë që ta zëm kompanitë apo obligonet e caktuara e bëjnë këtë gjë. Jo, armë ilegale po flas. Armë ilegale. Se janë gjithë institucionet e vendit. Legalisht. Riki po e tund kokën. Legalisht janë 16 kompani në Kosovë licencuara që merren me... Po se humbin ato licencë dhe një nga to është e Rikit dhe besoj që Riki mund me nga tërgu tamam për punën e ti. Për këto kompanitë licencuara po flasmi për armë tregun e zi që shiten. Në tregun e zi mund të tregton edhe tenka, po na nuk e dina atë, ajo është teme tjetër. Mirë po dhe vrasi që kryesisht kryen me këto vrasje. Mirë, aty nuk janë kompanitë e poligoneve përgjithse, janë policia e Kosovës e institucionet. Rik. Kush ishte ky parafolse se s'po di. Faton Mehmeti, gazetar, kolegi joni. Zotre gazetarë, ato armë që i vinë aerore që i tha ti edhe që i vinë e përmes Macedonisë dhe Shqipnisë edhe bon armë vërtet, ato nuk vinë poligone. Ato armë vinë për dur dilerve, vagabonda, mangupov të rrugve. Për atë po flasë. Poligone me ato armë që pëthuti vinë bon armë për një me edhe bon vraset me to. Po ta spjegoj një shumë thjesht. Të gjitha armët që janë me gaz dhe konventohen në armë të vërteta, ato mundën me të eksplodu në dorë gjatë krisjes. Edhe për këtë punë që po e sekti, o janë organet të sigurisë që merren me to. Nuk kem na përgjegjësi si instruktor poligonev ose si biznes poligonev që merren me armë. Edhe e dyta që e thati,
që e the, po e shohim rinia. Ju si gazetar, ne e dim që punën më të madhe e boni ju në Kosovë për zbulimin e shumë gjona. Kap një këshu në rinin që ka bojnë në për TikTok-a e në për Facebook-a Ke të drejt, po. Ke të drejt. Madje ekspozimin e armëve shojmë edhe në spot e këngës, kështu që nuk është gjë e re kjo. Ke të drejt kur po thua kështu, pa dyshim. Po, unë jona vish kisha ashtu dhe diçka, unë pak para se më ortu nejta me një nga ish deputetët që ka qenë pjesë e Parlamentit të Republikës Kosovës që edhe ka votu kushtetutët. Në më thonë, na i kemi ligjet komplet të Evropës. Ligjet tona janë të Evropës edhe problemi nuk është me armë që janë legale, edhe armë të cilat jepen me licencë. Problemi në këtë rast është, për shembull, edhe nuk do të thotë necesari nëse shon më shumë armë legale në shoqëri që do të ketë krim. Për shembull, përqindja më të lartë të armëve pas kanë finlandez. Po, në Finlandë është krimi edhe më i ulët. Finlandez? Po, Finlanda 30.2% në 100 njerëzit, në 32 njerëzit në 100 njerëzit e kanë leje një arme. Por krimi në Finlandë është më e ulta. Pse? Sepse shteti është i fortë, e funksionan, do me thonë, por është edhe mentaliteti, na po arrujna një stenë. Ne jemi në Balkan, do me thonë, arma ka qenë pjesë kështu e lojnave ka u bëjë indianë e tje. Kështu që me kry këto reklamimi është i keqë, a kontrollimi edhe jepja edhe funksionimi i këto industrie të armatimit me leje në mënyrë të kontrolluar, në mënyrë të rigoroze, e që si duket është duke funksionuar ashtu, sepse me të vërtetë në nuk kam informata që ndonjë krim ever në 10 vitet e fundit është bërë me ndonjë revolje zyrtare. Janë bërë disa aksidente. Mirë, më duhet kalet tek vullneti, sepse duhet ta lirojmë ka një gjirim. Vullnet, natyrisht, edhe Amerika të zemi ka të... Du me thonë diçka sepse edhe më duhet me dalë. Një diçka shumë rëndësishme. Nuk është problemi të këto që për reklamojnë. është problemi të një institucion i cili nuk e përcakton se çka mund të reklamohet e çka jone për hapësira publike. Njësoj si kurse është tek ideja e duhanit, është me qenë edhe tek një listë... Po, me ligjet e Kosovës është ndaluar. Me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, të cilat janë kopje pas të Unionit Evropian. Si shme të regoj ishtë deputeti, do me thonë kjo është shkelje e ligjit. Ato të jemi qartë. Kjo më pëlqej që e tha vullneti, shumë e vërtet, po mos harrojmë që i kemë rrjetet sociale na që janë më të forta. Ajo, rrjetet sociale nuk janë të mbikëqyrura kontentit. Rrjetet sociale dush me kliku, a billboardin është duke shku me ble buk. Po, edhe të ke fundit është private është. Po, është që është një njeri. Ta dëgjojmë vullnetit, lutem? Kompanit që afrojnë që si hapësira reklamuse. Ideja është, ti mund është me reklamu dhe me thënë çka dushte aty. Mund është na keni pa dhe kampanja që janë zhvillu dhe kundër personave të ndryshëm. Edhe kundër meje, për shembull në Prizren është vendosur një billboard, i cili më ka vendosur mua në pozitë se kanë shkruar çfarë diçka ndash. Ideja është, cili është institucioni i cili i mbron hapësirën publike prej reklamimeve të tilla. Në Kosovë nuk ka përndosur një si hapësire, dhe që kjo reklam e ka ngritë qëtë pyetje, e cila do të me u marrë me një përgjigje. Sepse nuk mund është ti, midis qytetit me qitë me reklamu armë. Qysh nuk mund është me reklamu as dohanin, çdo sen që është e damshme. Okej, është me leje, okej, është një proces i tryte, okej, janë të biznese, pas ka konkurencë, jo e shfaq edhe një farë problemi tjetër. Që ka një konkurencë shumë e madhe, pas ka një interesim shumë madh për blerjet e armëve, edhe kjo ka me qenë problematike në të ardhmen. Mirë, e vërtet në fakt ashtu duket, ashtu t'ik ngëllon, për faktin që ki nevoj me promovu dhe me reklamu i bje që mund të ketë edhe konkurencë. Vullnet Krasniqi, faleminderit shumë. Am falë nisëm, duhet me shku. Të falim, Vullnet Krasniqi. Të falë agresës, ndërko, këthejmë njerë të kriki, po pate një koment për mbyllës për këtë, naturisht ne nuk po hedhim përgjithsin të zëm, apo nuk po akuzojmë këtë rast as kompaninë, as poligonet të tjera, thjesht po flasim për hapësirën që do duhet ta kontrollon dhe dikush tjetër. Unë kam përshtypjen që komuna ka barën e saj këtu. Po ju thamë edhe herë, nuk është me diçka tragjike, s'ka është baqe e madhe për një reklamtarme, o pja shpjegoj 4-5 herë, është produkt i licencuar, i cili... është një orë mvrosë. Cili reklamohet, bëni brevesh pak bre, reklamohet më shumë në përjetës... Më falë për tërpres, është një orë mvrosë se këto. Një orë që një i ri, një adoleshent mund të, si me thonë, me anxoll emocionin e ti, kurreshtjen e ti, dhe aj me dollë me provu atëherë. Po dojë se dhe mund me mbrojt dikën për naj sul me kështë. Faton, a ishte Fatoni s'po di. Faton. Po, urna. Për më orë me mërë një leje në poligon, ti ki me koni pasër me shtetin, si që tha edhe zotnia, do të me koni gjithë shka në regullë edhe unë jam me instruktori që
Muna me të vlerësua je jashtë për përdorimin e armëve. Unë s'po flas për kompaninë tonë, po flas për tjera që mjafton me 250 euro e merr një leje. 250 euro mjafton për me marrë një leje për armë mbajtje. Pa leje. 50 euro është tek mjeku që do të me marrë. Me 250 euro, sot kush do një qytetar mund më pajisë një leje. Do doja ta di sepse e kalon kursin. Po për cilin kurs? A kuptojmë prej riket sepse janë vetëm fatal. Ata thashune, do të konë shteti efektshëm. Sepse jena nuk kanë. Okej. Rike, do të kthejmë të këti për që të pyrë çështje. Po, përfundaj, shka këtë? Shumica po them. Po? E poligonim, nuk po flas për Riken, Ja, le Rike, veç përfundaj kështu se Rike Shumica tjera në pare e kanë vetëm si procedurë. Nuk ose kanë ndonjë lloj kontrole rigoroze të rregulla për cilat duhet mu pajis një Po, qytetar. testet për me kalu, po. Teori, këndë një? Kjo vlen edhe te autoshkollat, a? Si pasoj kësaj shojmë edhe aksidente që pëndodhin. Por, Ari... Së është që kjo e vërtet. Por, unë e menaj që problemi kryesor është reklamimi. Në ligjet e Unionit Evropian nuk lejohet të reklamohen armët në billboarda publik. Reklamohen në revista speciale, në rrjetet sociale, ku ka dhe shumë a shumë në kështu online. Kjo është problem. Problemi në Kosovë nuk është tek armët legale, sepse unë e besoj që janë shumë strikte edhe respektohen, edhe jo që ja besojnë, po fakti që në 10 vitet e fundit, ama ne ka 1, 2, 3 krime, që në pove vepër me leje, nuk janë, sa e djone. Ju ndodhë me këto tjerat. Kështu që unë jam për shteti me qenë më i efektshëm në implementimin e ligjeve, që si shta kolega, që mos me qenë veç procedur këtë, që mund për qenë ajkon, po nuk besoj që është. E qartë, Riki, një fjallë për mbyllse, sa është e vështirë me marë sot një leje, edhe a qëndrën fakti se me një pagese merë lejen pa i kalu testet para praket nevojshme për mu pajis me leje? Vallahi, nuk di ku pas ka dëgju kjo zotnia, veç për me marrë një, për me kalu testin e lejes të armës, një 3 herë më zorë se me kalu për patent shoferë. Ka raste që e në rëzu në prezencë të inspektorëve të Ministrisë Punëve të Brendshme, për 10 pyetje, 15 pyetje s'ka mujtë me kalu testin dhe i kam përsërit. Unë po të flasë për firmen ku punoj unë edhe ku i kam prezencë inspektorët të Ministrisë Punëve të Brendshme. Sa i përket poligoneve tjera, po ja tham edhe këto me plot përgjegjësi që nuk ka bëu vaki dikush me shku me ble leje të armës pa i kalu disa teste që janë me të vërtet shumë trauna. Faleminderit shumë Riki që ishe sot në program, punë të mbarë, ty dhe natyrisht shumë profesionistët të tjerë që kujdesen, mbajnë përgjegjësinë dhe respektojnë gjitha ligjet e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit, respekt për gjithë në studio. Faleminderit shumë, ndërkohë ka pasur Ari një rast tjetër, besoj që ke pas rast të shohësh një rast kur një hajn i cili ishte arrestuar në stacionin policor në Mitrovic, ka rritur që t'ja kap armën policit. Faton? Kjo ka ndodhë me 2 maj, kjo ngjarje. I arrestuari Tahiri mbi emrin, Ria Tahiri, 25 vjeç, është arrestu në jog dhe policia ka tregu pa aftësinë e vetë, sepse nuk ka rritur për me kry kontrolet si që duhet. Po mësë që ashtu bëna shtaj hojnë, jo konë shumë super aktive të policia, të oftë po. Edhe brenda në stacion. Se dina që ka ndodhë aty, brenda në stacion, ka rrit me marë me vjedha armën e një zyrtari policor, i cili kur është transferu pastaj në veri gjatë kontrolës i është gjithë arma e zyrtarit policor. Imagjino me çfarë policie. Jo, dua të di diçka tjetër, sepse këtu, më falë. Ky policin duhet më suspendu për shkak sepse imagjino me ato armë ka mujtë me... Apo më lanë të apoj një pyetje, fatën, se qesë në temë dhe ty, beso ma menë që më folë kur të pësë. Lutma, një pyetje shumë thjeshtë. A ka raportu polici para se me ndru vend qëndrimin i ndaluarin në stacion humbje në armës? Jo, nuk e që tu do të nuk e ka vrejt fare, që pëthët e jona. Vetëm kur ka shku pas taj stacionin në veri gjatë kontrolët... Sepse cila po duku që dhja këto, sepse po du me di që prioritizën. A që nuk i ka vrejt polici, a që një hajnë e pas ka vjedh një alti? Jo, më tepër që polici nuk ka rritë... Po të lutëm, pikëresht kërat arsyet të abona pyetjen. Për këtë, polici se nuk ka mujtë me vrejta e ka armë zyrtarët vetën... Dhe kene të drejtë kur thoni se i njëjti do të suspendohet, gjithë se është inspektoriati policor që vendos për këto gjëra, e imi ashtë ju falenderoj shumë, fatën për të gjithë kontributën në ditën e sotme, dhe gjithashtu Ari falenderit shumë, sidomos falenderit për faktin se e qartësove se në çfarë hapësira do të dojë të reklamoshin armë dhe e largoj konfuzitetin që e kishim nga tema.
Mesti me faleminderit shumë, është koha që të shkëputemi me pak marketing, në vazhdim do të flasim për showbiz, por fillimisht shkëputemi për pak pushim. Kthehemi shpejt.